Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga recetat më të shpejta, edhe buk edhe gjell, dhe është mjaft e shijshme dhe mbi të gjitha është shumë e shëndetshme dhe përshtatshme për çdo vakt. Në një tigan të thellë ose tenxhere do të shtojmë 2 lugë vaj ulliri, një qep e prerë holl, 150 gram mish pule të prerë në copëza të vogla dhe 2 speca gjithashtu të prera holl. Unë kam zgjedhur një të kuqe dhe një jeshile. Dhe do t'i skuqim. Pasi janë gati, do shtojmë një gotë oriz të cilën e kemi larë përpara. Unë e laj gjithmonë orizin dhe vazhdojmë skuqjen edhe për pak. Unë kam shtuar një lugë gjelle erza perimesh, por nëse nuk e preferoni ose nuk ju gjendet në shtëpi, mund të shtoni një lugë gjelle krip. Do vazhdojmë përzierjen shumë mirë dhe do shtojmë ujë në bazë të masës së orizit. Orizi që unë kam përdorur e kërkon raportin 1:2, pra unë kam shtuar 2 gota ujë. E vendosim të ziejë në zjarr të ngadalt dhe për pak minuta është gati. Nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe nëse keni dëshirë, unë kam shumë kënaqësi të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse dëshironi, mund të ma shkruani në koment. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni like. Faleminderit.